domethënë kur ti e ka hequr një pikpyetje a do. Domethënë a do shteti i Kosovës po përkujdes për shqiptarët për Shqipërinë ose Medveç apo nuk do. E Shqipëria sa ju ka ndihmuar. Çikjo ka qenë pikpyetje. Sot do kur dhe si. Domethënë sot kemi mbrirë në pyetjen kur ka më ndihmu dhe si ka më ndihmu. Dhe krahas kësaj veç të përkujtoj. Disa ekspedita në për lobime ndërkombëtare, të cilët i ka udhëheq deputeti popullor Shef Kamberi, kanë qenë financuar për qeverisë Kosovës. Madje ka disa letra që kanë ardhur për grupeve senatorësh dhe kongresmenësh në drejtim të Luginës Preshevës për mbështetje dhe së fundmi ka qenë një rezolut e aprovuar në nën komitetin për politikë Komiteti për Politikët e Jashtme të Kongresit Amerikan për Evropë dhe Azi, e cila rezolut për herë të parë në histori ka ndodhur që Lugina e Preshevës të vëhet në spikam për të adresuar disa nga çështjet, po më kryesorja ka të bëjë me pasivizimin e adresave. Po, se bën edhe me organizata ndërkombëtare. U dashmja për shembull më pagu udhtimin, se nuk është që janë edhe të pasur në Luginë. Me ambulu logjistikën, me ambulu mënyrën e funksionimit, me shti paka shumë edhe ambasadën funksion sa i përket ndihmë aty këtu. Pra, ka pas një lëvizje. A keni nevojë